rajoni I plazhit. Dhe kur mendojmë pastaj sa do heqim duke gjetur jo vetëm hotelet më të mira e më të lira, po edhe ajo pjesa e shezlongut. Bëhet shumë e vështirë në verë. Mirë po, ju si të rinj keni menduar dhe për zgjidhjen. Prandaj Zamir të futemi direkt tek ajo që ju ofroni. Cila është zgjidhja që ju si startup ofroni për pushuesit e Shqipërisë? Kryesisht bregdetar apo jo? Po. Pra ne kemi zhvilluar një platformë që është Beachmaster. Vetë emri supozohet të thot direkt se për çfarë bëhet fjalë, pra domeni jon ose fusha jon është plazhi. Praktikisht çdo mjet I prenotueshëm, rentable, I prenotueshëm në plazh supozohet të ofrohet nëpërmjet platformës sonë. Kemi nisur me shezllonët dhe si vjet është edhe viti I parë që po fusim gjëra të tjera si jet-skia, kanoe, edhe jahte madje kemi futur si vjet. Si si vitin e kaluar? Domethënë krijuat një lloj përvoje apo është ky është viti I parë që do të hyni fuqishëm në ofrimin e shërbimeve, po themi? E nisëm vjet, pra në sezonin e 2025, që ishte viti I parë që lançuam në mas, le të themi, ose aq sa mundëm në mas. Në çfarë qytetesh? Kryesisht në Durrës, Sarand, në këto pikat kryesore. Vetë Veriu nuk e kemi kapur eksploruar akoma. Velipojën dhe këto. Akoma jo. Ndoshta si vjet, por kryesisht Durrësi dhe Vlora dominojnë më shumë me le të themi qasjen ndaj digitalizimit të biznesit të tyre. Dërmiu Ksamili është pak më kaotik, është pak më I rrëmujshëm se sa pjesa e qyteteve që kanë edhe më shumë eksperiencë në këtë fushë. Po. Po numri I turistëve, po themi a nisën praktikisht rezervonin shezlongët apo edhe të tjera mjete ujore, po them tek ju. Në 2025 ne kishim vetëm shezlongët si feature, pra si mundësi. Ne kishim vënë një target që donim të kapnim vetëm 100 prenotime. Pra do ishim shumë të kënaqur me 100 prenotime, duke qenë se është viti I parë, nuk na njeh njeri. I kapët? 273. Domethënë 3 fishin. Gati 3 fishin, ka dy gjëra, ose pritshmëritë tona ishin shumë të ulta. Ose s'keni qenë aq vizionar sa duhet. Ambicioz vizionar, mund ta quajmë ashtu. Por që është një indikator që turistët e duan. Mënyra si po flisim tani, nga që po flisim qetësash, do keni nuk keni kapur atë pritshmërinë, domethënë që prisnit, po pas keni dalë shumë mirë pra. Ku prenotuan më shumë? Në çfarë? Në jug apo në Durrës edhe në këto zonat e tjera? Është pak a shumë e shpërndar deri diku në mënyrë barabartë, do thoja, por normalisht aty ku ka më shumë ofertë, ka dhe më shumë. Çfarë do thot më shumë ofertë? Domethënë shezlone më të lira? Jo, duke qenë se ne nuk këtu na shkon mendje. Po patjetër. Pra, ne si platformë kemi për detyrë që të ofrojmë sa më shumë alternativa për pushuesin, për klientët. Ne në platformë arritëm të fusim vetëm 22 biznese. Po. E cila nuk është një shifër shumë e madhe për një platformë që mund të ketë shumë opsione. Prandaj kjo është edhe pjesa e ofertës. Targetin e kishim 20, pra deri te ku e kaluam dhe për vitin e parë sa për të fituar eksperiencën dhe problematikat e platformës gjatë rrugës, besoj se është okay. Po në mënyrë që të jetë diçka më atraktive për pushuesin, duhet të ketë paktën 3-4 herë më shumë ofertë se sa ajo. Duke thënë që si është shpërndar kjo në rajone, Durrësi dhe Vlora janë ato që bizneset janë, pra ato që janë në platformën tonë ekzistojnë më shumë në këto dy qytete. Dhe aty kanë qenë janë më të prirur pra për të lidhur marrëveshjet, po ku konsistonin marrëveshjet? Në kuptimin që a ofronin ata tek ju shezlone me një çmim më të lirë, me kushte të përcaktuara, si? Që të kuptojmë pak diferencën me shërbimin që ne mund të marrim nëse shkojmë direkt te biznesi. Diferenca vetëm është që e ke le të themi të sigurt që do shkosh dhe do akomodohesh diku. Pra është e sigurt që ai e mban atë që ne rezervojmë online? Kjo është ajo që ne ofrojmë, për shërbimin që ne si platformë ofrojmë. Garancia që ju jepni. Normalisht do ndodhet edhe e kundërta, siç ndodh me booking.com që ndonjëherë nuk e ke ato dhomë në hotelit që ke prenotuar. Ne sigurohemi që të punojmë me ato biznese të cilët e vlerësojnë pushuesin dhe turistin. Ti pse pyet zemër se ne në media raportojmë shpesh sidomos gjatë edhe sezoneve verore konflikte. Dhe vrasje madje ka pasur, e plagosje për çështje shezlonesh ose parkimesh ose bëhet shumë e vështirë ndonjëherë kemi edhe këtë konceptin ose si thua ndjesinë e mosbesimit
natyrisht në gjithë botën sot operohet me booking apo jo, kudo Mhm. që ti mund të rezervosh një apartament apo një dhomë apo të shërën si ka. Dhe është më se normale, po më duket që në Shqipëri jemi pak një kulturë që të duam ca kohë. Dhe prandaj të pyes që cila është kjo garancia, po themi, ose cila është garancia tjetër nëse biznesi ma shet një shezlon 3.000 lek mua, që rezervoj nëpërmjet jush, dhe kur shkon dikush tjetër që mund t'i ofrojë edhe 100 euro në dorë, ai fillon ta shes sepse është vera. Ose nga ana tjetër te përgjegjësia që mbaj unë që kam rezervuar, se ndoshta mund mos shkoj, po themi. Si e bën ju garancin? Risku është në të dyja palët. Ne kemi munduar ta shohim gjithmonë në aspektin turistit. Duke qenë se fundi fundit edhe klienti për ne dhe për biznesin është turisti. Po. Ai na sjell të ardhurat. Për një turist është më e sigurt dhe më rehat nëse e prenoton diçka nëpërmjet një platforme e cila është accountable, pra përgjegjës nëse diçka shkon keq. Alternativa është thjesht ta marrësh në telefon biznesin dhe të thuash do vi nesër ose në fundjavë, jemi 4 veta, na duan 2 çadra. Kjo është alternativa. Ndoshta ai e mban shënim dhe e ruan, ndoshta nuk e mban shënim dhe ti duhet të gjesh një akomodim tjetër diku tjetër. Nëse e bën këtë nëpërmjet një platforme, është detyra ime ta gjej akomodimin tjetër nëse ndodh që nuk e kanë rezervuar ose ka shkuar diçka. Keni një skenar B në situatën që nuk funksionon, po themi, në ndonjë rast ekstrem. Po. Ne ka ndodhur, nuk është, pra një sezon kemi edhe ndodhi 3 herë. Çfarë ndodhi? Më tregu se këto histori të bukura. Ndodhi ajo që shkoi klienti, pra ne kemi edhe pagesat online. Pra pagesa bëhet komplet nëpërmjet platformës. Patjetër duhet të paguash, që në momentin që rezervon apo jo. Po. Biznesi zgjedh një orar deri kur të pret. Pra nuk bën sens të shkosh në orën 3 masdite nëse ke prenotuar gjithë ditën. Po. E vendos vetë biznesi deri në çfarë ore të pret ty që të shkosh atje. Pasi biznesi nuk është se intereson shumë paraja që fiton nga shitja e shezllonit në atë ditë. Intereson më shumë sa do konsumosh në momentin që ke ardhur aty. Prandaj ai do që të jetë personi atje. Pra, më fal, në momentin që unë rezervoj një shezlong dhe nuk e ka orarin për shkak të trafikut, ai zihet si shezlong? Mund të kesh fat edhe nuk është zënë dhe kur shkon atje ke akoma të mundur. Por që... Si këtu në Shqipëri s'bën dot as parashikime, ti e di se si është trafiku dhe situata, pra biznesi mua ndo atje për faktin se do që të konsumoj, po themi, lëngje, drekën, mund ta marri ta shesë dikush tjetër më. Deri në atë orar nuk ka të drejtë ta shesi. Pra kjo është marrëveshje që ne pra, kemi bërë me ata. Pra e përcakton aty biznesi. Dhe ti si turist e ke këtë informacion në momentin që e prenoton, me shikon që deri në 10:30 apo 11, varet se kur e kanë vendosur ata si afat, është zgjedhja e tyre dhe ne nuk e limitojmë dot biznesin e tyre. Por dhe turisti është i njoftuar për këtë pikë. Kemë menduar që në të ardhmen të bëjmë një mundësi që nëse je në trafik apo dhe patjetër do të shkosh te ai biznes, të kesh mundësi ta shtysh pak afatën duke paguar pak më shumë direkt online. Dhe çdo që me pagesë s'ka gjë falas, po interesante. Pra, nëse ti je rrugës për një orë mbërrin, po themi ti e shtyn dhe paguan, po themi 10 euro apo 5 euro apo si keni menduar ende këto tarifat, varet se si. Do ta vendosë biznesi se sa i vlen ora. Sa lehtë ka qenë të lidhësh marrëveshje me bizneset shqiptare? As pak e lehtë. Kjo është pjesa më e vështirë. Na rrëfet tani na rrëfet. Është diçka e re. Njerëzit nuk e njohin. Kanë bërë dhe eksperjenca të ngjashme me platforma të tjera të huaja, Booking, Airbnb, Expedia, të cilat të thuash nuk i kanë qef është pak, besoj se i urrejnë ato platforma, vetëm për finë që i mbajnë, pra vetëm për komisionet që u mbajnë, dhe nuk i duan fare. Ju mbani komision kot për si e keni këtë raportin? Ne e faturojmë klientit. Pra klienti fundor është ai që do paguaj komisionin tonë, i cili është i papërfillshëm, është thjesht 1 euro ekstra thjesht që prenoton një shezlong. Për pjesën tjetër të jetskive të varkave do i mbajmë një komision bizneseve. Është më e drejtë në këtë mënyrë se sa të mbajmë turistit. Po ndërkohë çmimi që ofroni ju aty është më i ulët se ç'ofrojnë zakonisht bizneset? Jo, është i njëjti. Është 1 euro më i shtrenjtë. Praktikisht, është dhe shërbimi si thosh. Po të kthehemi te negociatat që keni bërë me bizneset e marrëveshjet. Duke qenë se është shërbim i ri, bizneset e pëlqejnë si ide sepse jep një farë kontrolli rreth pronarëve të bizneseve ose menaxherëve. E din se çfarë bëhet në bizneset e tyre, e din sa para fitojnë, kanë apo s'kan të ardhurat të tjera.
por stafi nuk e do. Po pse çka ka stafi tani? Pra nëse do thoya kush është armiku jon kryesor është stafi. Pse? Do thonë nëse shkoni në Norvegjez diku në plazh, jo në Shqipëri, po kudo rritet pak çmimi, më shumë se në normalja. Duke qenë se turisti nuk ka asnjë lloj informacione se sa është çmimi, pra nuk ka ku ta shohë. Këtë e shfrytëzon stafi. Ti rrit transparencën e gjës, se normalisht në momentin që ajo shkon në platformë, çmimi është përcaktuar dhe nuk ka vend aty për abuzime, se kjo zgjidh ka dhe një problem shumë të madh, pra se ne diskutojmë shpeshherë, kemi bërë shkrime, kemi dhënë opinione, kemi diskutuar në hapësira online edhe me audiencat apo me sondazhe të ndryshme për çështjen e çmimeve katastrofike që ka Bregdeti ynë. Domethënë bëhet shumë e vështirë gjatë gushtit, nuk afrohesh dot fare, por jo vetëm hoteli si hotel, akomodimi, po dhe ushqimet njëkohësisht, po shezlonët që shkojnë në shifra marramëndse. Dhe kjo zgjidh ka fiks edhe pjesën e një lloj llogaridhënie më të madhe të bizneseve. Po themi nëse ti e ke nxjerr këtë në treg dhe mendon që bën 5000 lekë, ti do e mbash aty. Eksakt. Dhe stafi nuk ka mundësi më të manovrojë me çmimin sipas dëshirës së tij. Na ka ndodhur edhe duke shkuar. Dhe ja t'ju themi audiencë që po na dëgjon atëherë. Na thuaj edhe një herë domeni si ku të gjejnë? Beachmaster.io. Ose thjesht aplikacioni Beachmaster është edhe në App Store. Beachmaster shkruhet si në anglisht .io. Eksakt. Kështu që nëse ka diskutime është shtrenjtë apo jo, të hyn aty të kontrollojnë njerëz çmimet. Pra ato biznese që janë pjesë e platformës tonë mund të shohin çmimet. Aty është çmimi fillestar, pra çmimi më i lirë që i bie rreshti i fundit, por që mund të hapin profilin dhe të shikojnë çmimet e të gjithë rreshtave, të gjithë zonave. Normal, se çdo rresht ka çmime. Janë të përshkallëzuar ato. Sa më larg është më lirë, rreshti i parë aty ku zihen gjithë, ai është më i shtrenjtë. Por pronarët e bizneseve kanë interes apo jo? Ata pronarë, të cilët kujdesen, pra u intereson kënaqësia e klientëve, po. Dhe me ata kemi zgjedhur të bashkëpunojmë. Ja 15 për tyre kemi hequr nga platforma, pikërisht për arsyen se nuk u intereson shumë kënaqësia e turistave. Pra mendojmë biznesin, do punoj, kam kontratën për 2 vite, licencën që e marrin nga bashkitë ku aplikojnë, ne kanë 2 vite edhe kaq. Duan të bëjnë ato para të shpejta, pra nuk intereson shumë nëse stafi abuzon, po ta quajmë apo jo. Edhe kjo nuk është diçka që na pëlqen. Megjithatë ka dhe nga ata që interesohen që presin turistin i cili do kthehet para vitin tjetër. Eksakt. Kjo në një farë mënyrë na ndihmon të ndryshojmë dhe mendsinë që kemi, sepse turizmi nuk është 1 vit apo jo. Apo nuk është 3 muaj, çështja është që ta bësh tjetrin të kthehet. Edhe të gjej gjithmonë arsye pse të kthehet në Shqipëri. Jo vetëm në Shqipëri, por edhe ai biznes specifik ose ai plazh specifik. Në tetor ka diell. Nuk do thotë të shkosh të lahesh, por mund shkosh të pish të hash diçka. Megjithatë, pashte platforma juaj që kishte mbaruar sezoni, pra çfarë do thotë kjo? Do thotë që bizneset të secili account se klikova te një biznes i caktuar kod për provuar, nuk e di, ndoshta në Himar ose në Borsh, nuk e mbaj mend se ku, për të provuar se si funksiononte platforma. Tregon që ai biznes nuk ka gjendje shezlon për momentin. Kjo nxjerr pastaj në pa një problematik tjetër që sezoni ynë turistik është shumë i kufizuar apo jo. Është shumë vap, mund të kishte filluar, si ke ti mendimin, se duhet të pyes pak edhe për mënyrën se si ne bëjmë turizëm, nga ajo që ke edhe vëzhguar. Paktën për pjesën e plazhit. Shumica e bizneseve që operojnë, paktën që janë pjesë e platformës tonë, një pjesë janë hotele, një pjesë janë beach bare. Hotelet pak më ndryshe, duke qenë se dhomat punojnë kurdo, pra nuk është se ka diçka që nuk mund punoj. Normalisht pjesa e plazhit përpara nuk është diçka aksesueshme kollaj gjatë dimrit, apo ku ka shira, era të forta, një pjesë e tyre janë komplet në ujë gjatë dimrit, pra nuk mund të bësh praktikisht asgjë aty. Dhe deri diku dhe i kuptoj që ata do t'i marrin të gjitha rraqet, po t'i quajmë, t'i vendosin në një magazin diku afër që të bëhen gati për sezonin tjetër. Por plazhet mëdha si Gjiri Lalësit, Durrësi, Lungomare në Vlorë nuk e kanë këtë problem aq të madh, duke qenë se kanë hapësirë mjaftueshëm. Duhet të jetë pak më kreativ ta shfrytëzojnë hapësirën edhe gjatë paktën kur është koha deri diku e mirë. Mund të jetë ftohtë, por është koha e mirë, pse mos bësh diçka atje? Mund të organizosh çfarë të duash. Dhe kjo pjesa mungon pak e kreativitetit. Një nga
selling points që përdor, një nga pikat që mundohem t'i them bizneseve është ke 2 kanoe. Po. Një ke bosh. Po e diun që ti ke kanoe. Se si nxjerr diku. Po. Domethënë është pikërisht një platformë e tillë që ti thot Që user ta nxisësh, që po. ta nxjerrë që ta përdorë edhe atë, po trikot atje, domethënë dikush do dojë të bëjë diçka të tillë. Dhe janë gjëra që i bëjnë dhe ata të reflektojnë, më rrin kot, i kam bler 200.000 lekë para kaq vitesh. Mund t'i nxjerrë që tani madje Mund t'i nxjerrë që sepse tani. është ndoshta e volitshme, po themi, në zona të caktuara në bazë të sigurisë në det etj etj. Po ka pafund evente që mund krijosh, domethënë, se është hapësira atje, por që janë edhe çështje teknike, licenca që kanë vetëm për 4 muaj, 5 muaj, jo mund ta shfrytëzojnë gjithkohës, përveç hoteleve. Hotelet mund bëjnë çfarë duan, praktikisht. Po, ti ke negociuar vetëm me këto biznese apo është ekipi yt, pjesëtar të tjerë të ekipit që Një pjesë të si fillim, se ne kemi filluar që në 2024 me testin e parë, si fillim ishte komplet vetëm, patjetër. 2025-ën morëm përforcime, kemi edhe një koleg i cili është më i rrahur se unë te pjesa e shitjeve, sidomos te pjesa e shitjeve aftësish në Shqipëri, në të ku nuk kam eksperiencë në tregun shqiptar, pra kam punuar gjithmonë me tregun e jashtëm, dhe gjua s'është problem, por mindseti ndryshon goxha. Edukimi yt, Zamir, është në shkenca kompjuterike, kam studiuar jashtë në Austri. Mundësisht ju doni mos t'ju flasim fare, t'ju lëm në punët tuaja? Nuk jam ai lloj kategorie, pra eksperjenca ime ka qenë gjithmonë në pjesën e menaxhimit, pra kam qenë menaxhues departamenti, IT-e, po që je përplasur me klient. Kështu që, po që janë klientë që flasin gjuhën tënde. Pra është prapë qasje tjetër, kurse tu do të flasim një gjuhë që për mua është e re, paktën për mua është e re. Industria prapë e re deri diku, përveç eksperiencave personale, nuk kemi eksperienca të tjera. Para se të pyes se si të lindi ideja për ta krijuar të gjithën këtë iniciativë, do të pyes pak për targetin e atyre që rezervojnë, pra e klientëve, si quan ju, apo i turistëve. Janë familjar, janë turistë huaj, se duhet kuptoj këtu dhe mendsinë që kemi ne si shoqëri, a jemi ne njerëz që rezervojmë, apo jemi njerëz që them se do i gjejmë, mjafton të nisemi. 90% e përdoruesve që ne kemi, janë diku të 3.000 përdorues në platformë, janë të huaj. 10% që keni një shifër të vendeve nga janë apo? Italia është në vend parë, kemi në Gjermani. Megjithëse se kishit në italisht. Do ta bëni platformën në italisht? Sapo e kemi bërë në greqisht. Se greqisht e kishit, Sapo e kemi bërë, po. Greqisht, anglisht dhe shqip. Edhe shqip. Gjitha gjuhët me radhë, po. Pra Italia është vendi i parë. Italianët janë vendi i parë që kanë përdorur, francezë kanë patur goxha, gjerman, polak, pra këto janë disa shtete që mund të përmend. Po jo të gjithë userat e vendosin se nga janë. Nuk e kanë të detyrueshme ta vendosin, sepse është edhe të drejta të dhënave që nuk mund të marrim çdo gjë. Po. Por ata që e kanë vendosur, ky është kategorizimi, le të themi. Tani si të lindi ideja, se domethënë ishit në kërkim të krijimit të një startupi, apo do më thoshe diçka për 10% që se më duk sikur ta ndërpreva fjalën. 10% do thoya që janë vendas, por pritshmëria është që edhe ne vetë në Shqipëri nuk mendoj që do prenotonim diçka apa, po të shkojmë në një vend tjetër, ne jemi ne turistat pastaj, kështu që do kemi nevojë për një platformë të tillë. Kështu që gjithandej isohesh, nuk është se është diçka ndryshe te ne që nuk prenotojmë online, por thjesht ne e njohim njerëzit tu. Edhe bëhet më lehtë, këta 10% janë familjar, janë apo s'keni të dhëna? Jo, janë me sa do thoya ato që janë të rinj, janë grup moshëre, pra do thoya 23 deri 40 diçka e tillë. Pra që nga të mundësia të rinjve, ndoshta edhe që për faktin që shëtisin, kanë fituar, janë më fleksibël për të përshtatur mbase me janë mësuar që çdo gjë ta kenë celular. Me telefonin bën çdo gjë për ty sot. Domethënë se mos ta bëj këtë gjë ekstra. Diçka e vogël, për dikë shumë e rëndësishme, do shkojmë plazh çdo fundjavë, do ta ketë sigurt. Po. Ne përdor në këtë mënyrë. Ishin të pyeta se si të lindi ideja. Dhe si e formove ekipin, se po thua ishe vetëm dhe pastaj ekipi u zgjerua. Ai ishte ekipi i shitjes, domethënë, por që ne jemi 3 bashk themelues. Kemi qenë kolegë më përpara, secili tani është nëpër punë të tjera, dikush jeton në Amerikë, pra nuk është fare në Shqipëri. Ideja lindi, e para kisha vendosur që doja të bëja diçka. Dhe zakonisht mua idet më vjen me hallet që kanë vetë. Pra momentin që e përjeton diçka si problem, do të jap një zgjidhje. Çfarë do ndodhi, ku doje të pushoje atë ditë që e mendove?
Përveç se kisha dëgjuar nga disa shoqe si problematik, isha me pushime në Itali, në Sardenja. Aty ishte një plazh i mbrojtur nga shteti, UNESCO, ku di unë, shumë plazh i bukur etj etj, dhe kisha vendosur të shkonim atje patjetër. Ishte një orë larg nga vendi ku ishim ne. Arritëm diku te 10 e pak, vetëm për të na thënë që është plot. Ashtu? Plazh publik. Edhe unë pyeta fal. Plazh publik, plot, nuk lejohet të hy, është pa para, e tha është pa para, por nga që e mbrojmë, kemi vendosur një limit. 1100 persona mund të futeshin në ditë, ose një kosish, le të themi. Si e numëroni këtë edhe sa persona ka aty? Ja, ta kishte cop letër, e vendoste me vija 1 2 3 4 5 me radhë. Edhe thash, duhet të ketë një mënyrë më të zgjuar për ta bërë këtë, nuk mund të jetë me cop letër. E thashë, po kur i kanë dikush, ç'a bën? Është karavista ai. Edhe numëron manualisht gjithmonë. Po tha, këtë punë kam unë. Dhe më duk shumë e çuditshme, domethënë që ajo letra dhe lapsi duhet zhduket, domethënë. S'bën sens që përdoret, po? Dhe të nesërmen patjetër do shkonim atje. Unë nisëm më herët, në 8:00 ishim te plazhi, u futëm, shumë plazh i bukur patjetër, shijuam gjithë ditën, pa para. Shumë rregulla, të cilat nuk i dinin, pra duan pirja nuk lejohej fare, ushqimi nuk lejohet të konsumohej fare aty, pra e mbronin dhe ambientin, kosha gjithandej, çdo gjë e mirëmbajtur, dhe kur dolëm na kërkuan donation, nëse doni. Në të jepni një donacion për mirëmbajtjen e plazhit. Dham 2 euro diçka e tillë. Dhe mendova 2 euro, 1100 veta. Po thon goxha. Që nga aq publik pra, në kuptimin e Okej, është donacion, por besoj se janë pagat e atyre persona që rrinin aty, mirëmbajtja e atyre ambienteve, pajisjeve, çdo gjë, dhe ishte diçka që ishte publik, por ndukej si privat, si nga ana e cilësisë së plazhit. Po. Dhe këtu thash, okej. Ishte shezlong? Apo secili mund secilin privaten mund ta merrte me vete, me çadrën me vete. Ka rigë mbase plazhi, po themi, ose. Kishte kioska afër që ta jepte me qira ditore, nëse s'kishte tënden. Ishin mundësit për. Ishin mundësit. Siç edhe kafenet ishin prap jo brenda plazhit, ishin jashtë plazhit, pra nuk mund të bëje biznes, le të themi, aty, por që ti nuk mund të konsumoje asgjë brenda plazhit? Mund të merrje kafe dhe ujë patjetër, por që praktikisht nuk është se nuk mund të merrje picën madhe, të paktën të ishe shumë i përgjegjshëm që ta hedhësh te koshi plerave çdo gjë që konsumon atje. Por gjithandaj kishte tabela, të tipit mos bëj këtë, mos bëj atë, me 100 rregulla. Dhe kjo pjesa mendova që duhet të digitalizohet, pasi ne nuk e dim, nuk jemi të informuar për rregullat që ka secili plazh. Ne nuk e dinim për shembull që në Greqi nuk lejohet marrësh guacka nga deti, është e jashtëligjshme. Ashtu? Për arsye mjedisi. Në çdo plazh? Në Greqi. E kanë si ligj, në Spanjë nuk lejohet të marrësh rër nga plazhi, apo të bësh kështjella rëre. Është e jashtëligjshme. Prish punë të breshkave të detit, Po. Domethënë këto gjëra ne nuk dimë. Kurse në Shqipëri, fal, se më shkon, domethënë ne mund të ndërtojmë në lagun dhe aeroport. Tani mendo kontrasti. Edhe të trembim shpendët e veçantë që kemi, cilët mund të bëjnë dhe rrezik për udhëtim, flas këtu për aeroportin e Vlorës. E të shkaktojmë patjetër të gjitha llojet që rriten. Se ma kujton ti me këtë që më thua, dhe mua më pikon, pastaj dhe them, më pikon shpirt se sa pa përgjegjshëm jemi ne në raport me natyrën. Bashkimi Evropian njëhet për këtë. Po kjo që s'bën do të kala në rër, ishte në Spanjë. Në Spanjë, po. Në kuptimin nga që prish strehat, rërën. Pra breshkat e detit vendosin vezo diku në rër, ato çelin aty, pra se t'ja prishësh shpinën, le të themi, atyre gjallësave. Secili vend ka ato rregullat e veta ose s'kan. Mirë është të kenë disa rregulla, duke qenë se plazhi është diçka natyrore, nuk është se diçka që e kemi ndërtuar vetë, pavarësisht se në jug ne kemi parë shkatrime të gurve që të bëhet ajo guva e plazhit që të vendosin disa shezllone që nuk është më pëlqen shumë, që është normale. Diçka tjetër që nuk më pëlqen këtu është që ato gur inerte hidhen në det për të treguar, për të krijuar një efekt zbardhus, pra të duket sikur është ujë i pastër. Nuk e di nëse keni vënë re në plazh afër është çiksi e bardh. Në fakt ato janë gur jo natyror, pra nuk supozohet janë aty. Ata lëshojnë plurë gjithkohës. Përveç se të bën keq për lëkurën e njerëzve, i vret gjitha gjallësat aty për dall. Kjo nuk është diçka që ne si turista apo platformë mund ta rregullojmë, nuk e besoj se institucionet përkatëse e din këtë informacion, thjesht do të bëjnë diçka për të, është diçka shumë e thjeshtë. Hiq kurat nga deti. Po.
ka pasur iniciativa të pastrimit të detit si nga gomat ose mbaj mend Llapaj bënte dikur një iniciativë që pastronte detin nga gomat e hedhura. Po është shumë interesante që të mendojmë që nuk është se do shpikim rrotën me thënë drejtën, se modelet janë aty, thjesht marrim modele, ti përshtasim me Shqipërinë, sepse mendoj që patjetër është mirë të përnotojmë, po që ne të shkojmë tek një mendësi europiane e përnotimit të gjithçkaje që bëjmë bëhet pak e vështirë me natyrën që ne kemi, por gjithsesi kur fillon dhe punon hap pas hapi, pse jo. Nga plazhi pra, e pat mendove do digitalizoje edhe duhesh digitalizuar. Si e zhvillove më te iden, sepse dua të hyj tani të bëjmë pak a shumë një lloj vëzhguese e procesit tuaj kreativ. Gjëja e parë thjesht ndava të si ide me disa njerëz të afërt, shok, shoqëri, koleg, thjesht çmendim kishin për këtë si ide. Okej, normalisht tendenca e të afërme është të jenë suportiv, e thonë po sa ide mirë, po bëja. Okej, thash, nga gjithë ideja që mund të kem patur këtë, po e provoj, po i futëm, edhe ajo ideja për ta zhvilluar avazhet. E nisëm një herë me një grup që bëm një plan se si mund të zhvillohet kjo gjë, dhe pastaj thash, e lam thjesht plan, s'do bëhet kurrë. Mora iniciativën dhe punësova dikë, një zhvillues, i cili vetëm me atë po punoja po të Po me kursimet e tua, investove. Po. Normalisht zhvilluesi që morë është pa eksperiencë, se aq kemi buxhet për të investuar si fillim. Thjesht për ta konkretizuar pak, për ta parë atë planin të fillojë të realizohet. Dhe pash që me kaq eksperiencë nuk ka për të bërë diçka cilësore, komerciale që të përdoret. Dhe aty fillova të kërkoja co-foundera, pra bashkë themelues, të cilët nuk i paguaj dot, por që janë shumë të zotë dhe kam një farë relate me ta, pra dhe njihemi më përpara. Pra ngritje kapacitetet, si të thuash nga i momenti që ju nuk kishit përvojë, drejt kapaciteteve që sillin përvojën, ekspertizën. Ekspertizën teknike për ta zhvilluar këtë që të jetë diçka jo vetëm e përdorshme për një sezon, por të jetë diçka e vazhdueshme, pra edhe scalable, pra jo një biznes 2, po 20, 200, pra sot e kësaj dite ajo është bërë në atë mënyrë që sikur 2 milion të futen sot nuk është e ka një problem. Okej, përveç kostave më të mëdha që do na arriten, por që është problemi mirë për të patur ai në atë moment. Se kjo shkallëzimi është shumë i rëndësishëm, është edhe një nga, si thuash, karakteristikat e startupeve, pra që ti me kosta paksa më të mëdha të arrish fitime edhe më të mëdha në raport me fitime që mund të ketë një biznes i zakonshëm, po themi. Po ekspertizën që po kërkoje, në çfarë fushash po e kërkoje? Ku të mungonte? Jemi në atë momentin që kishe vetëm këtë personin që kishe punësuar. Infrastruktura, është një profesion shumë specifik, kuptimi që o e di ose di, domethënë është diçka që merresh me atë punë. Një nga kolegët më shumë i zotin, ndër më zotët që unë njoh, domethënë paktën në Shqipëri, i pëlqeu ideja dhe u bashkua. Dhe tjetëri është zhvillues full stack e qymë ne, pa që punon në të dy aspektet, edhe goxha i talentuar, më i ri në moshë, por që ka eksperiencë, patjetër që është një aset shumë i fortë i kompanisë ose i projektit. Atëherë që një projekt. Dhe kjo ka qenë dhe pjesa më e vështirë për të ndryshuar si mindset. Ore, nuk është projekt, ose jemi në shkollë, pra është biznes, po ndërtojmë biznes. Kjo është pjesa dhe që unë sjell në ekip. Pra, unë kam gjithmonë aspektin e biznesit. Je më shumë business oriented, pra i orientuar, po, pra, në mënyrën se si mendojnë gjërat. Atë pun kam bërë, atë experience kam, okej, ka qenë, le të themi në fushën e IT-s, por ja marr gjithmonë me pjesën fushën parat. Thash, ndryshe bota jashtë, ndryshe këtu, por që paraja gjithandej i sojesh, kështu që ajo rrollon biznesin. Si e zhvilluat më tej, pra nga ajo platforma e thjeshtë e zhvilluat më tej, dhe çfarë aspektesh përmirësuat, po themi, me arritjen e kapaciteteve? Gjëja e parë që duhet për ndërmisonim ishte, duke qenë se është një aplikacion komercial dhe shumica e eksperiencave tona të tre neve ishte në aplikacione enterprise, që i quajmë. Diferenca më e madhe është sa user friendly është ky aplikacion. Duke qenë se do të përdori populli, turisti.
Nuk do përdorin IT-t. Nuk do e përdori as IT, apo nuk do e përdori as një person që është ekspert i asaj fushë që merret vetëm me atë punë. Po. Kështu që do ta bëjmë sa më user friendly, sa më Sa të më thjesht, sa më përdorshëm, thjesht, po. etj. Dhe kjo ka qenë edhe pika këtu se ku vendosëm, okay, do vazhdojmë ta bëjmë. Një shok tjetër, një shok i ngushtë me kam që në gjimnaz, është ai që bëri dizajnin dhe as nuk e prisja fare, domethënë që ta bënte, si të gjithë që pa tregoja si ide, dhe thjesht më tha bëra këtë dizajnin, edhe e pash dhe isha kështu love at first sight, domethënë direkt thash okay, wow, super, do e bëjmë. Pra ajo ishte pika e full commitment e përkushtimit maksimal, domethënë të platforma. Pra beachmaster.io. Po. Që ta përsërisim her pas here, se ndoshta njerëzit na dëgjojnë në momente të caktuara, po. Okej. Është edhe aplikacion, pra në App Store, Google Play. A, keni bërë dhe aplikacion? Po, për userat është si aplikacion. Mund të shkarkojnë, mund të përdorin dhe webin, domethënë njësoj është, por që njerëzit janë më të predispozuar ta përdorin si app. E testuat produktin pastaj se sa misor do ishte në përdorim, se si tingëllonte, e testuat tek përdoruesit ose nuk e di, në një lloj kampionimi të caktuar që ju mund të keni menduar? Në 2024 ne bëm të kampionin e parë, ishte thjesht okay, nxorëm live me miqësirat, bizneset që mund ta usnin, domethënë pa patur nevojë të bësh ato pjesën shitjes, se njerëz që njohim. E morëm, 4 biznese që gjithsej, në Sarandë kryesisht. Pa bërë asnjë lloj reklame, asnjë lloj buxhetimi, asnjë lloj gjëje, pati duket se janë 12 prenotime, kryesisht nga italian, prap, pra të huaj që e prenotuan dhe thjesht fakti që e përdorën. Google search-in do ta keni SEO-n, po. SEO-n shumë të fortë, derisa keni dalë për një herë. Të fort nuk e di, nuk mund ta them me plot gojën, domethënë. Por që kemi bërë diçka. Kemi bërë diçka në atë aspekt, se pa atë nuk bën dot fare, domethënë. Por që fakti që dikush erdhi, prenotoi, nuk e njohim fare, pagoi dhe online, funksionoi. Po. Dhe pastaj në 2025 në shku vendosëm, okay, kemi një use case, pra kjo që kemi bërë deri tani nuk është kot, dikush do ta përdori, do ta blej, atë blej, domethënë, ta marrë me qira. Ata bëjmë tamam. Feedbacku që morëm pastaj në 2025, në fundin e 2025, është ajo që na vleti dhe praktikisht tani ajo që do nxjerrim për vitin, për sezonin që vjen, që jemi nga përfundimi, është komplet diçka që kemi filluar nga e para. Që do thotë? Arkitektura ka ndryshuar, infrastruktura ka ndryshuar, shërbimet që poshtojmë më shumë, pra ne tash në platformë kemi jahte. Vjet nuk e kishim menduar fare që do kishim jahte në platformën tonë. Ka jahte Shqipëria apo vin nga jashtë, pushojnë sa kohë këtu? Nga e marrë nuk e di, por që janë 2 kompani që kemi futur, të cilat janë yacht rental companies, pra janë thjesht menaxhojnë jahtet e të tjerëve. Kuptoj. 2 njoht unë, nuk e di nëse ka më shumë, ndoshta edhe s'ka, janë vetëm këto të 2. Kush ka para mund të rezervoj një yacht. Po. Nëpërmjet platformës. Nëpërmjet platformës, mund zakonisht të rezervojnë kompaniera që duhet bëjnë një retreat për 3 ditë për shembull. Po. Pra një kompani ose një ditëlindje apo ku ose një fejes, një dasëm, një se varet, njerëzit kanë nevoja nga më të ndryshmet, po. Eksakt. Pra as nuk kemi eksperiencë në këtë pjesë, pra si do funksionojë. Po e zbuluat rrugës. Ne zbuluam rrugës. Që prit se që ka dhe një shërbim i ri. Madje na kontaktuan vet. Nuk e kishim menduar fare dhe kjo është hera e parë që dikush vjen tek ne. Hera e parë që we are pulling, pra ne po tërheqim, se deri tani kemi qenë duke shtyr. Merre, futu. Kjo është hera e parë dhe tregon që okay, ndoshta ka dhe nevojë ekstra për diçka. Madje edhe dikush tjetër që na kontaktoi kishte pajisje për peshkim. Prapë jemi te pjesa e plazhit, dhe ai thjesht jep me qira. Po. Kallam. Peshkimi. Ka njerëz të apasionuar për pas peshkimit. I cili të gjithë biznesin e operon nga Instagrami. Pra turistat i shkruajnë në Instagram, vinë marrin kallamin e peshkimit edhe ja kthejnë, dhe problemi që ka ky është që nuk e di kujt ja kam dhënë, s'ma e mend, nuk kam inventar ku ta shoh. Ma kthejnë, jam komplet në besim të tyre. Kurse juve i jepni një lloj garancie që sepse ai person që rezervon do ta marrë me qira, jep të dhënat apo jo? Ka një inventar. Pra tek platforma jonë ne i bëjmë një inventar. Ke 100 kallama, 100 kallama, ke 2 varka, 2 varka, të gjitha, dhe këto e shikon se kujt ja ke dhënë, kur ja ke dhënë dhe kur e pret mbrapsht. Që të kesh një formë menaxhimi. Kur e testuat fillimisht tek përdoruesit, çfarë feedbacku ju erdhi? Pra çfarë ju thoshin? Gjithmonë nëse mund na i rrëfesh të detaje, se ca sekrete mbaj për vete. Janë edhe pjesa më e bukur e të bërit, e të krijuarit diçka që s'ekziston. Pra kur e dëgjon nga njerëz që nuk i njeh,
dhe të vinë të flasin që përdor ti që nga të aplikacioni se përdor etj shumë mirë. Isha duke bërë një pitch deck ose një prezantim për Beachmaster në një universitet dhe një nga audienca pas eventit më foli që kam përgatuar vjet në Ksamil, filan plazh, ishin në mes të ditës, nuk dinin ku të shkonin bashkë me ca kolegë gjerman edhe gjetëm aplikacionin dhe shkuam te ai plazhi. Domethënë kur e dëgjon si feedback nga persona që nuk e njeh fare, domethënë kjo është edhe pjesa më e bukur kur ke krijuar diçka from scratch domethënë. Patjetër kemi pas ankesa që kanë thënë? Që ka për këto raste që po përmendën fillim fare që e prenotova nuk e gjeta shezdonin, nuk ma kishin ruajtur, të cilët ne u kemi dhënë një përgjigje, kemi kthyer parat mrapsh dhe i kemi dhënë edhe kupon që mund të prenotojnë diçka tjetër free of charge. Brenda hapësirës po themi. Dhe prapë janë akomoduar tek ai biznes që kanë prenotuar, thjesht jo ai shezon që kanë dashur të merrnin, no? Këto janë edhe gabime operacionale që ndodhin. Ai stafi duhet ta zë për shembull rreshtin e parë, nëse ai mendon që do i vinë në fundjavë. Në një farë mënyrë Zamir lind edhe nevoja që ti trajnosh ose stafi juaj ti trajnojnë po themi këto stafet e bizneseve për të kuptuar logjikën. Se ndonjëherë ju mungon dhe trajnimi, unë i shoh të paktën si pushuese në komunikim janë katastrofik. Do me thënë, du ta mendojnë që njerëzit kursejnë gjithë vitin për të kaluar një javë, po themi, në Sarandë ose nuk e di se ku, dhe po harxojnë gjithë kursimet e vitit aty. Dhe vinë aty për të relaksuar, për sjellë fëmijët e tyre, pra gjëja që nuk presin është një fytyrë ngrysur ose një mungesë komunikimi apo një nervozizëm etj dhe kam përshtypjen që ndoshta duhet bëni edhe pak punë trajnuese, apo nuk janë të hapur që ju të bashkëpunoni për t'i trajnuar në ca element të thjesht fare, po themi si duhet i rezervojnë ato, ose si duhet i paraqesin në platformë. Normalisht kjo quhet pjesa onboarding të biznesit që e quajmë ne. Pra, në momentin që e hap accountin, ne patjetër që njëri nga ne, unë, kushdo, është fizikisht aty me ta për t'i ndihmuar te kjo pjesë. Fatkeqësisht, ne kemi bërë aplikacionin që ta përdorin ata dhe jo që të më marrin në telefon her pas here që ma rrit pak çmimin tash, ma rezervo këtë. Mund ta bëjnë vetë, pra nëse patjetër që mund ta bëjnë, është bërë që ta përdorin ata dhe nuk ka pse të më marrë kur mua në telefon, përveç raste që s'punon aplikacioni, që patjetër që do të telefonoj se s'ka çfarë tjetër. Por ma rrit çmimin këtë fundjavë. Okej, harroj se ta bësh, hajde ta shohim pra bashkë. Bëni një manual, Zamir, bëni një manual online. Janë video YouTube-i, i keni bërë dhe videot në YouTube? I ka videot, mund të shohin të gjitha. Okej, duhen updateuar me ndryshimet e rreme që kemi bërë, patjetër. Por edhe nuk është një shkencë, po ta mendosh. Jo, nuk është shkencë për ty. Nuk është për ty shkencë, se ne harrojmë her pas here se edhe backgroundin e njerëzve, çfarë përvoje kanë, sa fleksibël janë me teknologjinë. Do me thënë, mosha 40 e sipër ka më të vështirë dhe për të përshtatur me zhvillimet e reja, po të rinjt i dinë aplikacionet shumë herë më mirë se ne, që kemi kalu 40-ën. Po ndonjëherë, kur je brenda fushës, nuk e kupton mungesën e informacionit apo të dijes apo të natyrës, që ka dikush tjetër që është jashtë fushë. Unë them, ke Instagram? Ditë bësh scroll aty? Mjafton. Kaq mjafton. Po që nga shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Sepse pjesa më të madhe nuk ka pse ta bëj stafi, pjesa më të madhe e bën ai menaxheri ose pronari që ka bërë fillim fare, çmimet, forma e plazhit etj dhe kjo bëhet vetëm një herë që e ndihmojmë ne. Pjesën tjetër e zën e lirë, kaq. Dy butona për të shtypur, domethënë nuk ka s'ka ndonjë shkencë, ndonjë filozofi si thua. Fare. Një moment le të themi qesharak deri diku, domethënë në dhërmi një biznes apo ishte futur te ne. E kishte e bëra unë si onboarding, si procedurë, dhe të nesërmen shkoj një kolegu im vet për plazh tek ai biznes dhe po shikonte atë djalin, i cili vazhdonte me atë letrën duke vizatuar që është e zënë apo e lirë manualisht. Edhe i tha, ore, ka ardhur djalë, tha që ka bërë një aplikacion setup aty, përdor atë. Ndërkohë që mund ta imagjinosh mesi vapës 40 gradë, ai po kullonte djersën kishte shkuar te letra nuk lexohej më nga boja se ishte fshirë komplet. Prandaj kemi bërë këtë si aplikacion që ti mos kesh nevojë tash të bësh një letër tjetër nga e para. Pa ka më mirë kështu. E ka më mirë, do të thënë forca e zakonit. Ndryshimi është një gjë që njerëzit nuk është se përqafojnë shumë, ëh. Është e vështirë.
mund të dëshirojnë fitimet dhe komoditetin, po ndryshimi se vjen me punë. Do të ndryshosh mendësinë që ke nga letra drejt aplikacionit. Po pastaj si eci ideja? Patët ju mbështetje sepse pyes këtu Zamirne, po bëj një cikël me të rinjt dhe startupet që kanë krijuar. Pra nuk keni startup i parë ose sipërmarrje e parë ose po tamam sipërmarrje e parë që jeni në Gogo.al. Po unë dua të pyes se sa mbështetje gjeni ju nga ndoshta institucione në Shqipëri, nga po themi organizma që duan të mbështesin startupet shqiptare, po ndoshta edhe nga investitorë, pse jo? Si është, si e ke parë ti, apo akoma se nuk e keni zhbiriluar? Tamam. Ne kemi zhbiriluar deri diku. Ne jemi pjesë e Plug and Play, akseleratorit global, besoj se e njihni. Batch 2 që jemi tani. I kam dëgjuar, por nuk e njoh. Okej, Plug and Play është një nga akseleratorët më të mëdhenj në botë, konkuron me Y Combinator, është amerikane në Silicon Valley. Kanë diku te 60 vendet në botës që akselerojnë startupe dhe investojnë te startupe. Çfarë do të thotë akselerim? Kryesisht bëjmë mentorime, trajnime se si të ndërtosh biznesin, nga ana financiare, nga ana ligjore, nga ana si ta validosh idenë, se varet në çfarë fazi je, se ne kemi validuar idenë tashmë, pra, okay, kemi usera, kemi klient. Por dikush që thjesht ka një ide, okay, mund ta le të themi përplasi këtë idenë me një person, me një mentor, pjesë të Plug and Play. Eksperienca për mua është goxha pozitive atje, sidomos me networkun që ta hapin, ne duke qenë se edhe një nga synimet tona është që të hapim edhe vende fqinj ose vende të tjera ku ka plazhe, si Greqia, Italia, edhe këtë po shpenzojmë si rrjet. Do ta kaloni më rajonal? Po. Sot ishte dita e parë që filloi një punonjës i ri në Greqi. Sa mirë. Kështu që shohim si do shkojmë këtë sezon atje. Punonjës i ri ke fjalën i ekipit tuaj apo një një ekipit ton, po. Një ekipit është pozicionuar atje apo jeton? Jeton atje, bëjmë disa intervista me lokal, me njerëz që flasin greqisht. Ndryshe është më vështirë, po nuk e folën gjuhën. Pra duhet të ishte një person që flet greqisht. Greqisht është fare e vështirë, domethënë se shumica e shqiptarëve janë atje tashmë. Janë atje, por ai pronari është më flet më mirë me një grek se sa me një shqiptar që do të shesë diçka. Po. Kështu që sa mirë që e keni menduar për të qenë rajonal, sepse ky ishte ideja në fillim. Shqipëria është një test ground për ne. Pra, thjesht ta dim funksionon nga ana teknike çdo gjë, pastaj do të hapesh jashtë. Si keni testuar, kontrolluar konkurrencën? Di që edhe në Shqipëri ka disa aplikacione të ngjashme, po madhomendja në Greqi, Itali do ketë edhe më shumë, po ndoshta në Europë. Keni bërë një kërkim të mirëfill për konkurrencën dhe çfarë avantazhi do sillni ju në raport me ta? Patjetër. Në Shqipëri, të drejtën, kur e nisëm nuk ishim aware, ose nuk e dinim që kishte konkurrent, por për mua është më mirë që ka konkurrencë, të tregon që ka treg, plus edhe të shtynte ecësh pak. Ajo sill zhvillimin bre. Të shtynte ecësh pak përpara, shikon çfarë bën, okay, si po e bën, ata rregullojmë dhe ne ose ta bëjmë ndryshe se po bën gabim, apo ku diun. Në fakt, ajo që duam të bëjmë në tërësi nuk e kemi parë diku, pra që zakonisht ka një aplikacion për jahtet, ka një aplikacion për jet ski, ka një aplikacion për këtë, ndërkohë që ne themi pse duhet të ketë aplikacione për gjitha këto, kur të gjitha këto bashkë janë plazhi. Ne këtë duam të bëjmë ne. Pra nga ky treg i segmentuar, ta bashkosh në një. Ky është qëllimi jon. Patjetër që bota ka shumë më shumë aplikacione, shumë më shumë konkurrent, mund të quajmë. Dhe i kemi studiuar, kemi parë, dhe thjesht fakti që ekzistojnë, për mua është super lajm pozitiv. Është një lloj sigurie që ka treg, pra, ka treg. Po me këto kompanitë, po themi, si quhen kompanitë turistike? Guidat apo? Guidat, po, këta që apo agjenci turistike. Agjenci turistike, po. Keni menduar për të bërë një lloj bashkëpunimi ose apo ndoshta ata janë shumë të interesuar për Nuk e kemi menduar, akoma të drejtën nuk kemi parë sidomos për të sillin turist në Shqipëri, po flas, po themi nga Polonia ose nuk e di. Nuk kemi parë ndonjë use case ose një rast konkret që mund ta përdorim. Dua origjinalitetin e idesë, ta dashun. Okej, patjetër. Jo, që kemi patur disa. Po këta që sillin, edhe ai shaka nuk bëj me të drejtën, po këta që i sillin nga jashtë për në Shqipëri, po themi nëse ka prenotuar
Apo ndoshta këto lidhen direkt me hotelet. Ato shkojnë te hoteli. Shkojnë te hoteli, e vërtet. është, po. Nuk do të thonë e kemi bërë disa biseda si mund të bashkëpunojmë etj. E vetmja gjëja që do më interesonte mua është që momentin që ata shkojnë diku jashtë dhe të çojnë jashtë, ta fusim edhe atë hotelin apo biznesin tek platforma jote. Supozojmë nëse do të bëjnë sature në Greqi apo në Itali ju të jeni aty. Eksakt. Kjo do ishte një nga gjërat që mund të shqyrtohet, domethënë, por që nuk është se jemi akoma aty. Pra ne do ta konsolidojmë akoma më mirë. Pikërisht. E keni integruar inteligjencën artificiale? I kemi bërë një POC, pra një proof of concept që e quajmë ne, por jo thuaj Tirma se ju keni tendencë të thoni në gjuhën teknike, por na I thuaj që ta kuptojmë se kjo është. Por që nuk ka lidhje të drejt për drejt me prenotimin. Prenotimi është diçka që nuk ka pse të përdorësh inteligjencën artificiale, madje edhe këta që thonë që bëjnë optimizimin e çmimeve, që bën booking, nuk është inteligjencë artificiale, është thjesht if edhe else I themi ne, pra thjesht logjik. Ajo që po mendojmë të bëjmë për një të ardhme, është një monitorim I plazheve me kamera, që sa njerëz kanë kohë reale, pra kjo quhet computer vision, por që është aty me AI-n, pra. Dhe të masin një përqindje të plazhit se sa I ndotur është. Kjo mund të interesojë bashkive, kjo mund të interesojë institucioneve, të cilat janë përgjegjës. Na intereson dhe neve në rast parë si shqiptarë që jetojmë në këtë Shqipërinë tonë kaq të ndotur. Absolutisht. Është Po çështjen e privatësisë si do ta zgjidhni? Sepse s'ka se lloj gjëje për privatësi. Nëse unë shkoj në plazh nuk dua të vëzhgohem, po themi. Unë nuk e di që e ti, unë di që është një person. Pra nuk ka kështu face recognition, si do ta themi. Njohje të fytyrës. Nuk e vetmja gjë që ne shohim është personi 1, 2, 3, kaq. Ne I kthejmë mbrapsh si feedback bashkisë qofse do ta shohë si informacion që aktualisht në plazhin e Tërmiut ka 130. Se plazhi ka fëmijë, besoj ke ndjekur debatin e kamerave në shkollat e Tiranës apo jo. Diku te 20 shkolla në mos gaboj, po mendohet për të qenë një projekt, që gjithmonë debati mbi etikën dhe privatësinë është ekzistent, ashtu si siguria e parave. Si keni të garantuar ju në platformë, po themi që fillim mirë me videot. Privatësinë e kartës, nëse unë paguaj, apo përdor një aplikacione që nuk është fare menaxhuar nga ne. Ka third parties për atë punë që janë të certifikuara, akredituara ndërkombëtare, por edhe vendase kemi përdorur dhe le të themi payment gateways quhen këto, që nuk është zhvillimi joni, pra të gjithë dhënat e kartës personale të pjesë e pagesës nuk ruhen fare te ne. Pra nëse do ndodhë diçka, ka fajin dikush tjetër, kështu që nuk jemi të mbrojtur për këtë pjesë. Të mbrojtur. Këti nga veriu pse nuk keni zgjeruar apo për efektin se sa keni nisur dhe se besoj plazhet për shembull në Velipoj mund të jenë dhe më të lira apo jo? Janë më të lira. Flas për shezlongët edhe. Janë më të lira, është vërtet. Ka dhe shumë ofertë, pra ka dhe në numër mas më shumë. Jo, ndoshta numër biznesesh, po ato biznese që kanë më shumë ofertë për të ofruar. Arsye kryesore, do të thonë ne shkuam atje, por shkuam gjatë sezonit. Dhe gjatë sezonit njerëzit nuk është se kanë shumë mendjen që të bëjnë diçka të re nga korriku. Sepse janë gjatë të zënë me punë, që është e drejtë. Dhe e dyta, janë edhe pak më old school aty, pra janë pak më jo digital në këtë aspekt. Besoj se ndryshon me kalimin e kohës çdo gjë dhe patjetër që si vjet do e bëjmë një tur. Do ta shikoni mundsinë. Këtu se nuk e mora tamam përgjigjem, pra keni bashkëpunuar jashtë, por natyrisht këtu në Shqipëri keni gjetur mbështetje, po themi, nga agjencia startupeve, ose nuk e di, nga kemi aplikuar te Startup Albania, edhe tani për herë të tretë mos gaboj, deri tani s'kemi marrë mbështetje. Keni 3 herë që aplikoni? Kjo është hera e tretë që aplikojmë, po. Edhe të shohim. Po mirë, nuk pas keni hequr dorë. Po hoqem dorë. S'do e kishim bërë aplikacionin deri këtu. Pra do të shikoni dhe mbase unë ju uroj shumë mbarësi, me thënë drejtën. Është gjë e mirë që ka zgjidhje. Dhe ka zgjidhje që se thua mirë, sot celularin kushdo e ka në dorë dhe mund të zgjidh jashtëzakonisht shumë çështje të përditshmërisë. Po të kthehemi pak te turizmi, se më bëri shumë përshtypje këto detajet që më dhe për mënyrën se si ne menaxhojmë plazhet. Nuk e di, kur e mendon që një ditë në platformën tënde do të ketë edhe plazhe publike?
për të menaxhuar si Sardenja që përmende pra. Ka plazhe publike këtu, jo se nuk ka. Të huajt preferojnë shumë plazhet publike në krahasim me privatet, po ta quajmë, që janë private tamam, po që le të themi ka biznes. Menaxhohen nga privatet. Menaxhohet nga biznes. Me dëshirë nesër, domethënë kur të duan, ëh, pra nëse duan të aplikojnë këto kamera që ne themi, apo thjesht në mënyrë për t'i dhënë turistit që do na jepni donation për mirëmbajtjen e këtij plazhi, nesër e bëjmë projektin, pra nuk është se Jo, ju jeni gati, po kur mendon ti që Shqipëria është gati? Se kjo është pyetja. Të jap një përgjigje fiks nuk mund të ta jap, për mua nuk është se mungon gjë për të qenë gati. Është thjesht s'do. E bën, e merr si iniciativë, mund ta bësh. Nuk ka diçka që mungon nga infrastruktura apo nga teknologjia apo nuk mungon diçka e tillë. Ke vizituar shumë plazhe në Shqipëri, po themi jo vetëm këto privatet që menaxhojnë nga privatët, po edhe publik. Zakonisht janë gjithë në privatet, domethënë edhe publiket aty janë. Edhe pa bërë këtu diferencime, po atë ka bërë përshtypje ndonjë plazh që ja vlen praktikisht të vizitohet. Mos na thuaj emra biznesesh, se i ke të gjithë njësoj, po në ndërmi është një hapësirë, që është plazh publik, ka një tabelë që thotë plazh publik, është njësoj si plazhi tjetër, vetëm sa s'ka zona. Do marrim një karrige me vete ose do marrim diçka, do marrim me qira, po themi. Po. Është njësoj si ai që menaxhohet nga privati. Eksakt. Është mes të dyve, në madje është mes këtej ka plazh privat. Ku është ky plazhi? Ku është? Tash si ta them fiks ku është, por që nëse ke parasysh qytetorin e Dërmiut ku është? Jo, nuk kam qenë asnjëherë në plazhin e Dërmiut në Dërmi. Bëj vizitë, është plazh shumë i bukur. Jo, do të shkoj te ky publiku pra. Është një cop e vogël në mes plazheve. Zamire, e përjetova shumë bukur Lungomaren. Isha vjet, në mos gaboj, po vjet, dhe nuk po gjenim dot shezlong, kuptohet. Shkova bleva një çadër, të karrige. Ke parasysh nga këto karriget me cop? E kemi shijuar plazhin. Se ka tjetër ndjesi kur ti e çon çadrën vet, kur çon karrigen vet, kur ke edhe atë peshirin tënd, është një ndjesi shumë e mirë. Dhe sigurisht shpresoj që edhe pushuesit shqiptar t'i heqin këto komplekset e tipit që, sepse ndonjëherë mendojnë edhe për të huaj që jo po s'kan para për të prenotuar, po ka tjetër ndjesi plazhi publik. S'dua të bëj më shumë, kështu t'jap më shumë përshtypje se kam hasë se ju heq klientët, se ju bazën aty e keni të rezervimi po themi plazheve që menaxhohen nga privatët, po si keni menduar ta mbarni nga pikpamja financiare, sepse keni një kosto të shërbimit, po ju that €1, pak a shumë për çdo shërbim, po a është e mjaftueshme ajo për të rritur biznesi? Ç'është e numrash. Në momentin që thash, ka më shumë prenotime, ka më shumë oferta, pra ka më shumë mundësi që prenotohet, ajo është scalable në pafundësi, le të themi, ëh. Po, është çështje numrash. Ç'është e numrash, pra në momentin që ka më shumë mundësi për prenotuar, pra nuk kemi shezlonët, kemi jet ski, kemi kanoet, kemi e-foils, ka disa aktivitete që mund të bëhen, dhe shumica këtyre bizneseve maksimumi ka një faqe Instagrami, maksimumi, por edhe atë ndoshta nuk e kanë. Normalisht që edhe të ardhurat tona do rriten më shumë. Kjo nuk është diçka që do ndodhi sot, mas një viti, mas 2 vitesh, do futemi në një shtet tjetër, edhe aty do ketë probleme të reja, të ndryshme nga këto që kemi ne këtu. Po. Është diçka që thjesht nuk duhet me heq dorë, kaq është gjithë ideja, domethënë. Nuk duhet ta dorëzohesh sepse dikush të tha jo, dikush nuk më pëlqen kjo gjëja, dikush nuk do të deklarojë sa shezona ka online sepse nuk e ka licencën për aq. Ka lloj arsyesh pse dikush nuk do të jetë pjesë e kësaj platforme, por mendoj që tendenca është që të jenë brenda standardit, brenda digitalizimit, turistat të mungojnë dhe turistat duan të paguajnë për diçka që janë të sigurt që një nuk po paguajnë më shumë se ç'duhet dhe dyta ta marrin. Po të bësh një research që kemi bërë ne, turizmi bregdetar është turizmi më informal by far, në krahasim me turizmin e tjetër në botë, jo vetëm te ne. Pra gjithë bota ka si problem këtë. Është edhe pak më remote, më larg, le të themi, rrjetit, internetit, çdo gjë, dhe kjo është edhe një arsye pse. Dhe e dyta, turistat nuk shpenzojnë aq para vetëm se u mungon siguria. Vetë kemi qenë jashtë. Në vende të ndryshme, në shtete të ndryshme. Të vjen dikush, që t'jesë një farë dhe thotë, "Do bësh gjë me varg? Më jep mua një lek." Kush je ti? Të diun që ti do i marrësh lekët dhe s'do ikësh, do futesh prapë. Domethënë,
Ose mund ndodhi diçka dhe më keq se sa kjo, po. Nuk kam asnjë lloj garancie që unë do shkoj te ky personi që thjesht më erdhi vet, ai ndoshta mund të ketë 5 varka të rreshtuara, unë s'kam iden. Ndërsa kur kam një aplikacion, është global, punon gjithandej, ka një terms and conditions, edhe Po, po nuk e gjeta atë varkën, marr një refund. po. Pra nuk më shkon lekë dëm, kjo është e para. Kjo është. Një koleg jon pjesë e Plug and Play që nga ato mentorët që na erdhën, i pëlqeu ideja dhe tha isha në Durrës, në të njëjtën ditë, në të njëjtën biznes, e njëjta pije më erdhi me 2 çmime të ndryshme. Do thënë, herën e dytë pak më shtrenjtë se herën e parë. Nuk ishte e sigurt nëse i kisha ardhur nga njëti staf, Po. por që si ka mundësi. Shumë abuziv jemi, shumë. Do të thënë këtë mundësi që si të kapim 1 lek më shumë, është vërtet problematike. Nga ana tjetër unë shikoj potencial te platforma juaj ose platforma të ngjashme, jo vetëm te juaja, edhe në aspekt të edukimit pak të mënyrës se si të bëjmë sporte ujore. Këtu kujtoj ngjarje dramatike edhe të vdekjeve nga jet-skit apo skafet apo ngjarja tragjike e Himarës, nuk e di nëse të kujtohet e vajzës së vogël që ndroi jetë tragjikisht. Keni menduar pak edhe për këtë, edhe për ndoshta ca manuale orientimi se si të jemi të kujdesshëm në sportet ujore, po themi. Ose element më pak problematik, po që prap lidhen me shëndetin, se si të mos rrish gjithë ditën në shezlong. Sepse ajo dreka është e rrezikshme për lëkurën, po themi. Qëllimi jonë është ta bëjmë dhe edukativ platformën. Përmenda pak më parë çfarë nuk lejohet të bësh në Greqi, çfarë nuk lejohet të bësh në Spanjë. Njëta gjëra janë edhe për sportet ujore. Vetë biznesi ose operatori që i ofron këto shërbime duhet të japë instruksione sigurie dhe për platformës tonë ka mundësi t'i shkruaj me sa më shumë detaje, përkthimin në gjuhë të ndryshme e menaxhojmë ne. Nëse dikush nuk di anglisht, do vetëm frëngjisht, patjetër që mund ta lexojnë frëngjisht. Ama ajo që nuk bëjmë dot është pjesa e infrastrukturës, kuptimin që ai me jet ski nuk duhet të vi vërdall kudo. Pra, duhet të ketë ka një rrip ndarës që këtu mund të lundroj, këtu bëjnë not njerëzit. Këta e menaxhojnë vetë bizneset me instruksionet, udhëzimet e institucioneve përkatëse. Sa diun ata bëjnë inspektime her pas here, sa le të themi të detajuara janë si inspektime, nuk e di. Ose po themi zhytjet apo larjet larg kur deti është me dallgë etj. Të gjitha këto janë çështje që lidhen me sigurinë tonë, dhe urojmë gjithmonë që të ketë sa më pak ngjarje problematike apo tragjike. Kemi parë vetë para se të fillon këtë si biznes, domethënë ngjarje të tilla, çdo plazh publik ose jo duhet të ketë një kull vërtimi, pra një roje detare që thon, Baywatch. Nuk është gjithandej, por me ligj është, edhe me rregull besoj se e kanë bërë. Në platformën tonë kemi vendosur një feature, le të themi, që ai mund të ndryshojë flamurin në kohë reale, pra jeshile, kuqe, verdh, me gjithë standardet ndërkombëtare, dhe të gjithë turistat që kanë prenotuar nëpërmjet platformës tonë marrin një notification që ndryshoi flamuri. Ose u la tani, ose u bë jeshil, mund të lash prap. Këtë duhet ta ndryshojë vetë biznesi ose operatori që është përgjegjës për këtë break debt. Asnjë s'e ka përdorur deri sot, është si mundësi aty, por s'ka përdorur njëri. Dhe fatkeqësia është jo gjithandej ka. Kemi parë plazhe që ka të mëdha, ngjyrlase të tjera që ka është një person aty që rri dhe shef. Që e bën këtë gjë, pra e bën flamurin e kuq apo jeshil në bazë të. Po thjesht është aty fizikisht e para. Po. Nga institucionet besoj që është vendosur aty, por jo gjithandej është, domethënë. Dhe me sa diun me rregull çdo plazh do të ketë minimalisht një person. Në plazhin generale ta ndodhi, që e pa me sytë tonë, dikush humbi ndroi jetën. Kjo ide e aplikacionit më pëlqen në përgjithësi sepse i bën dhe më të përgjegjshëm bizneset për të mos luajtur me çmimet. Na jep dhe ne shumë informacion, po themi edhe për të ditur para se të shkosh aty te shezlongu, që domethënë mos të vijë pa pritur ajo shifra. Nëse të vjen ndonjëherë shifra të bie kokës, e thua ç'a po ndodh këtu, sepse thash njeriu kursen gjithë vitin për të bërë ato pushime apo për të shkuar 3-4 ditë, edhe për të ditur dhe variantet, se nuk është e thënë të shkosh në mes të gushtit apo jo. Eksakt. Atë jo vetëm për periudhën, por edhe për vendet.
Ne njohim disa vende që janë high-end ose janë shumë të famshme, rëndomta, shumica pra, shkojnë fiks tek këto biznese, ndërkohë që deti është sot edhe i ngjitur dhe është bosh. Nisoj është biznesi. Okej, nuk mund të pëlqej koktejli aq shumë sa ky tjetri, por që fund e fundit turisti shkon për plazhe, nuk Ose shkon s'është aq në modë sa ky tjetri, se ecim dhe me emi këtë. edhe me këtë. Dhe kjo është diçka që ne duam t'i ofrojmë këtyre bizneseve të cilët janë realisht bosh ose jo aq plot sa do donin të ishin. Është një alternativë. Në Palas ke 12 biznese, 2 janë plot. Tjerët janë bosh. Asnjë s'është platforma jonë, një është vetëm te platforma jonë. Domethënë që ato kanë mundësi pafund që të kenë më Që shumë të gjejnë në bazë të ardhurat, buxhetit që kanë edhe në bazë të mundësive, pra ne si individ, si pushues nesër, që të shkojmë po këto plazhet që janë pak më larg, po themi që janë në gjire ose nuk e di. I keni eksploruar apo aty secili mund të shkojë privatisht pa. Kemi eksploruar dhe madje kemi menduar edhe bashkëpunime ndërmjet operatorit që ofron çadrën ose ofron shërbime të ndryshme dhe barkës që i çon deri atje. Po. Pra ti mund të marrësh dhe biletën e anijes, tragetit që i çon atje dhe mund shijosh ditën dhe kthehesh në darkë. Nga ana tjetër më vjen ndërmend Shala, po Gradeci, i keni eksploruar? Po jo, akoma. Jemi akoma vetëm te deti, domethënë te deti. Duke qenë se janë tregje shumë herë më të vogla, po ta quajmë si treg, janë shumë herë më të vogla, pra kemi akoma hapësirë për të eksploruar, le të themi, aty ku jemi. Po më duket sikur po të kërkoj llogaria i keni eksploruar, po duhet bëja pyetjen pasuese që nëse i keni eksploruar si është situata, pra shkojnë, po themi, pushuesit në Pogradec, ku çmimet vërtet janë shumë të mira. Dhe natyrisht deti është tjetër gjë, liçeni është tjetër gjë, po për të ditur se si është realiteti. Është diçka që duhet ta eksplorojmë dhe ne, domethënë, nuk kemi futur akoma asaj rrugë. Nga ana tjetër diçka që mund të përmend është një shërbim shumë i rëndësishëm që kemi futur për bizneset. Ne rrisim, nëse aplikacioni përdoret si duhet, ne rrisim minimalisht me 30% të ardhurat e atij biznesi. Jo vetëm me prurjen e turistit, por me konsumin që ata zhvillojnë gjatë qëndrimit në. Po dale se më dole në një argument këtu dhe do t'jap një kundërargument. Okej. Në përgjithësi, turistët e huaj nuk shpenzojnë shumë në të ngrënë. Kjo mund të jetë perceptimi disave, po themi shumicës, por këtë e kam dëgjuar nga disa biznese. Shqiptarët konsumojnë më shumë për të ngrënë dhe për të pirë. Nuk e di se si e ke ti mendimin për këtë aspekt. Të huajt sigur janë më racional, sepse nuk e kanë mendjen dhe aq të ngrëna, me thënë drejtën. Është e vërtet. Patjetër që është e vërtet, plus turistat që vinë ne nuk janë ata turista që kanë buxhet për shpenzuar dhe shumë, edhe sikur të donin. Shumica, pra edhe ka patjetër. Gjithsesi është më shumë pasiguria që ata kanë. Pra momentin që ata porosisin një kafe, një ujë, një diçka, ata nuk e dinë sa do paguajnë. Po. Momentin që ata e shohin sa do paguajnë, mund të marrë një vendim shumë herë më racional. Keni ju një informacion, po themi nëse ai do prenotojë në dhërmi, ta di pak a shumë te ai plazh që prenoton, se sa është çmimi i kafes, i ujit, i mesatarja, po themi. Çdo gjë është aty. Menuja e atij bari, është thjesht një bar, po ta mendosh, është thjesht një kafene apo një restorant. Menuja është atje dhe ata mund ta porosisin direkt nga shezlloni. Pra e shikojnë online. Po. Kështu që ata nuk ndihen në dilemë, po themi, se sa do i vijë ajo faturë. Fare. Ata thjesht duke qenë në shezllon, edhe sikur mos ta njoft fare aplikacionin ton, mos kanë account te ne fare, mjafton skanojnë QR kodin, që është menuja digjitale. Mund porosisin direkt nga shezlloni pa pat nevojë fare të thonë kamarierit jam këtu se s'po më shef apo më shku vetë në banak, nuk ka nevojë ta bëjnë këtë gjë. Porosisin direkt nga çadra, banaku merr porosin, e përgatisin dhe ja çojnë fiks çadrës që ka bërë porosin pa patur nevojë për shkëmbim. Dhe vetëm kjo e rrit probabilitetin që dikush porosisin me minimalisht 30%. Një di çmimin, e dyta shikon foton edhe është më i predispozuar për çfarë shikon se fotoja është marketing. Imazhi, po. Dhe është më i predispozuar për të bërë një porosi. Kemi patur 2-3 biznese, domethënë që kanë përdorur këtë gjë në mënyrë perfekte. Kemi bërë disa video promocionale te këto biznese. Domethënë kemi qenë shumë të kënaqur me përdorimin e tyre. Bizneset juve nuk ju paguajnë gjë apo jo? Jo. Thjesht regjistrohen atje dhe fusin të dhënat. A ke ndonjë informacion mbi industrinë ose si thua mbi zhvillimin e startupeve në Shqipëri? Se ju jeni të rinj, zhvilloni, keni, po themi, sipërmarrjen tuaj, po a keni një mendim se si po funksionon në Shqipëri?
më duket se kam bërë një kërkim goxha të thelluar dhe më duket sikur ndonjëherë të rinjtë mendojnë një aplikacion, një startup, një aplikacion. Po në fakt a duhet të reduktohet thjesht hapja një aplikacioni për t'u emërtuar startup? Si mendon këtë? Patjetër startupet janë shumë të lidhur me teknologjinë, sepse është një nga ato fusha që zhvillohet më shumë se ka potencial më të madh zhvillimi, kjo është ideja. Si fillim duhet të themi ç'është startup. Domethënë kush është definicioni për kufizimi i startupit. Startupi, pak në këndvështrimin tim, është një biznes i cili sjell një shërbim apo produkt të ri apo më të përmirësuar të atyre që ekzistojnë. Pra për sa kohë që ti hap një lokal, nuk je startup. Lokali nuk është një biznes i inovacion. zakonshëm. Është një biznes. Në momentin që ti bën çdo lloj shërbimi, jo vetëm aplikacion, i cili ka një përmirësim të status quo, pra të aktuales, atëherë mund të quhet një startup. Ky është përkufizimi i startupit. Normalisht lidhet me teknologjinë, se ndryshe nuk mund të kesh inovacion, nuk mund të kesh përmirësim të atij shërbimi. Pra teknologjia ndihmon në këtë aspekt, jo detyrimisht një app, mobile app apo web app, por që tani me AI është bërë dhe çik si kërputat pas shiut. Më ndërlikuar situata sepse është bërë më thjesht. Pra për startupet, çfarë do thotë? nëse unë dua të bëj një aplikacion, nuk do të duhet të punsoja siç kemi bërë tash për Beachmasterin që kemi vetëm 3 veta, gjithsej që punojnë, do më duhen 30. 5 vite përpara. Tani mund të mbarojmë punën edhe me më pak njerëz për një kohë më të gjatë. Normalisht kontrolli do të jetë më i rrept, duke qenë se pjesë e mirë bëhet me AI dhe jo nga një person. Por që kjo të jep një farë fleksibiliteti dhe një farë mundësie më ekonomike për të zhvilluar një biznes në këtë fushë, në këtë profesion. Kushdo mund të bëjë çfarë të dojë dhe madje unë e për krah, domethënë kushdo që ka një ide duhet ta provojë, madje unë them një gjë, një shprehje që idetë e pazbatuara janë thjesht rrena, gënjeshtra, pra ti thjesht ke një ide, po se bëre apo gënjen, se nuk e di nëse ideja do funksionojë apo jo. Por që jemi akoma larg mindsetit për të ndërtuar një startup. Mund të them që Shqipëria ka një ekosistem startupi sot që po flasim, ndryshe nga para 2-3 vitesh, e cila nuk e ka patur. Pra ka mbështetje, ka një komunitet, ka disa prova ose ka disa historia ku mund shohë se si e bëri njëri, ta provoj dhe unë, ta bëj dhe unë. Po çështja është e qëndrueshmërisë pastaj. Kjo është ideja. Pra, sidomos aplikacionet komerciale duan një treg të madh. Duan përdorues me miliona. Nuk mjaftojnë 2000. Shqipëria është një treg i vogël. Shqipëria është një treg shumë i vogël. Mund të bësh një biznes të vogël që mund të jetë i qëndrueshëm për ty dhe për 2-3 shok dhe kaq, pra kjo është. Zemir që kam vëre unë sepse kam studiuar audiencën për efekt të media son, audienca shqiptare nuk do të paguaj pra. Nuk do të, dhe jo se nuk e ka 1 euro. 1 euro në muaj, por nuk e ka në zakonin e vet për të paguar, sepse të paktën në pikpamje të informacionit po flas këtu, të informimit të vet, e do informacionin falas. Është mësuar me këtë mendësi. Kështu që patjetër që duhet parë tregu përtej Shqipërisë. Përveç asaj, ndoshta kur merr një shërbim si shezlongu apo shërbime kësaj natyre mund të ketë një qasje pak më pranuese për të paguar, s'ka diskutim, po. Paktën në eksperiencën time, se ne si popull kemi gjë që nëse këtë ka bërë shqiptari, s'bën. Ose nuk është e mirë. Në momentin që themi që kjo është amerikane, gjermane, sa e mirë. Kompleksi inferioritetit, pra që diçka e huaj na duket më e mirë, po. Eksakt. Domethënë është pjesë e kulturës, ndoshta me kalimin e kohës mund të zbehet pak. Rast shembull konkret është babuni me Voltin, që Volti kompani shumë herë më e madhe, nuk është startup, por që është produkt i huaj dhe shumica e shqiptarëve zgjodhen të mos mbështesin babunin, por po operojnë me një aplikacion të huaj finlandez, nuk është. Mund të ketë një shërbim më të mirë, mund të ketë një teknologji më të mirë, por mbështetet se është i joti, si më thonë. Është joti, po. Në njëjtin shërbim bën, në thonjë, pra në njëjtin shërbim ofron. Kjo na mungon pak si popull, si komunitet. Edhe sikur më të jetë ca gabime, le të ketë ca gabime. Ai, domethënë është ndërkombëtar. Normalisht si ka të gabime. Po, sepse ka kalu përvojë të gjatë dhe
ju të rinj që po zhvilloni pra veten tuaj, po themi rrethin tuaj, networkun, po themi produktet tuaja inovative, për çfarë mund të keni nevojë? Se mbase po na dëgjojnë dhe këta të vendimarrësit e kombit. Mbase po na dëgjojnë, Base, kuptohet. presojmë. Gjëja e parë që do thoja është binjakëzimi jo me startupe që po bëjnë le të themi atë që po bëjmë dhe ne, pra e ngjashme, por me ekosisteme të vendeve të tjera që kanë më shumë eksperiencë në këtë pjesë. Kemi bërë disa biseda në këtë aspekt, por që këtu është diçka që do ishte le të themi me benefit për ne si ekosistem që të mësojmë nga ekosistemet të tjera. Dhe problemi më i madh është aksesit tek investitor. Një investitor nuk mund të investojë për një person, nuk mund të investojë te një kompani shqiptare. Pse? Unë ligjesh, nuk mund të t'i them fiks ku çalon e tjerë, por nga ana ligjore ai nuk e merr dot mbrapsh investimin që bën. Shumica e jon, duke përfshirë dhe ne, e kemi hap kompanin jashtë Shqipërisë. Për këtë punë, për këtë arsye. Në mënyrë që të kemi mundësi të marrim investime, qoftë nga VC, pra venture capital firms, qoftë nga investitorë. Kjo duhet rregulluar në mënyrë urgjente, pra se që nga tmerr. Ka diskutime, ka nisma, çështje legjislacioni, këtu çalon. Dhe problemi tjetër i madh është Problemi tjetër që hasim ne është transparenca e pagesave online, ose aplikimi i teknologjive të pagesave online, jemi akoma larg me çfarë ofrojnë kompani ndërkombëtare të cilat nuk operojnë në Shqipëri, jo për arsye teknike, pra për arsye ligjore. Bankat shqiptare nuk përmbushin, kategorisë dytë, nuk përmbushin disa kritere nga ana ligjore, se tash teknikisht çdo gjë është e mundur, në mënyrë që këto playerat e mëdhej, Stripe për shembull, të operojnë në Shqipëri. Kjo na detyron neve që të bëjmë shumë punë manuale, se përveç prenotimit që ti bën, normalisht do qarkulloj edhe paraja nga turistit e biznesi. Ne jemi në mes. Ne që të bëjë gjithë kjo, ne bëjmë punë manuale. Qa pjesë është himja, qa pjesë është jotja, shumica bizneseve nuk kanë besim te ne, thotë ku di unë që bëj me paratë e mia dhe me të drejtë, se okay, kush jam unë. Patjetër. Ndërkohë që siç duhet të jetë është që ai duhet të marrë direkt paratë e veta, unë marr vetëm paratë e mia. Të bëhet e përnjëhershme ndarja. Dhe kjo nuk ekziston akoma, domethënë. Nuk ekziston kuadër ligjor që mund të i thet sa gjëra. Vendimarrësit e kombit po mbajnë shënime madhomendje tani. Shpresojmë. Sepse sigurisht teknologjia ecën dhe shumë më shpejt se sa baza ligjore. Kudo, jo vetëm te ne. Kështu që e tham atë që në pikpamje të fushës së startupeve, si programeve të reja, ne jemi në fazat e fillimit. Është gjë e mirë që ka disa iniciativa shumë të mira vërdall në shumë fusha të nevojave që ne kemi, po dhe sa mirë që edhe këtë pjesën e bazës ligjore na i the, që mund të bëhet, mund të përmirësohet. Ashtu si dhe pjesa investimeve, se tek e fundit çështja është ta bësh të qëndrueshme diçka, se e krijove, mundet edhe ta testosh produktin, po çështja është që si do ta bësh të qëndrueshme për të rezistuar kohës edhe sa i të filloj të hapet dhe në të tregun rajonal apo europian. Sigurisht. Granti Startup Albanians do të japë një ndihmë. Është ndihmë e vogël dhe nuk është faktor kyç për suksesin e një biznesi, e një startupi. Ne kemi marrë grant nga Nomad Tech, i cili është grant privat. Nuk është faktor kyç nëse do dalë me sukses nga një grant apo jo, absolutisht. Ama një investor, një person i cili nuk ka thjesht parat, por ka një network, ka një ekspertizë, një kompani, por marrim shembull Balfin Group, i cili ka kapitalin, duhet të jetë në gjendje të investojë tek një startup i cili mund të ketë lidhje edhe me ata si kompani, si korporat, por përveç parave, ai thotë, shiko, un kam një bank, un kam një, kompani që bën këtë, real estate, dhe mund të japi suport tjetër, do zyra, të japun zyra. Do, të kontaktosh me filan jashtë që ne e njohim, po hajde ta lidhun kontakte. Pra këto janë gjëra që mungojnë, pra ne duhet i kërkojmë vetë të gjë, duhet të gjejmë një person që njeh një person që të më njohë me atë që unë dua. Dhe kjo është kohë humbur, energji humbur, është pjesë e punës, patjetër, por Të falenderoj shumë Zamir dhe të uroj shumë bashkësi për startupin si përmarrjen tuaj. Kapshi tregjet e Greqisë, Italisë, nuk e di, kudo tjetër, mbas edhe në Spanjë ndoshta.
mbare mirë edhe shumë mbarësi ekipit. Sa jeni tani që flasim? 6 veta. 6 veta. Që janë kosto. Po mbaron muaj. Shiko, muaj po mbaron për të Për gjithë. të gjithë. Por që kjo është e bukura edhe si përmarrës në Shqipëri. Si gjërat janë aq të paparashikuara ndonjëherë, sa ti në një moment e ndjen veten në pikë të hallit, por pastaj ditën tjetër gjithçka nis me lajme të bukura dhe të reja. Uroj shumë mbarësi dhe gjetshi sa më shumë mbështetje për iniciativën tuaj. Shumë faleminderit edhe për ftesën. Faleminderit.